U prapa Eldar, fjalët e fundit rënqetëse të pilotit që i la fëmijët e tij të drejtonin aeroplanin. Historia e vërtet pas rrëzimit tragjik të fluturimit 593 të Aeroflot që tronditi botën, një nga aksidentet ajrore më të pabesueshme dhe tragjike të gjitha kohërave ndodhi në 23 mars 1994, kur një vendim i minutës së fundit rezultoi në vdekjen e 75 personave. Fluturimi 593 i Aeroflotit nga Moska në Hong Kong përfundoi në tragjedi dhe fillimi i tragjedisë mund të gjurmohet deri tek vendimi një babai për t'u treguar fëmijëve të tij se ku dhe si punonte, shëtitja në kabinën e pilotit që u shndrua në një mangth. Kapiteni Jaroslav Kudrinski, një pilot me përvojë me mijëra orë fluturimi, shoqërohej nga dy fëmijët e tij, Jana 13 vjeç dhe Eldar 15 vjeç. Ishte fluturimi i tyre i parë ndërkombëtar dhe babai i tyre donte që ata ta mbanin mend për gjithmonë, kështu që ai lejoi ata të hynin në kabinën e pilotit, të uleshin në kabinën e pilotit dhe të eksperimentonin me kontrollet, ndërsa aeroplani fluturonte në modalitetin e pilotit automatik. Deri në një pikë të caktuar, gjithçka dukej e padëmshme, por kur erdhi radha e Eldarit, njeriu e shtypi timonin për gjysmë minute, duke ushtruar një forcë që e ngatroi autopilotin dhe përfundimisht e çaktivizoi atë. Boeing kaloi në modalitetin manual pa e vënë askush në kohë. Brenda sekondave, aeroplani filloi të devionte në mënyrë të rrezikshme. Ktheu prapa Eldar. Kudrinski e ndjeu rrezikun dhe u përpoq të merrte kontrollin. Kutia e zezë regjistroi zërin e tij të dëshpëruar. Eldar, ktheu prapa, e sheh rrezikun apo jo? Ktheu prapa, po të them. Pilotët u përpoqën me dëshpërim ta stabilizonin aeroplanin. Për një moment u duk se ja kishin dalë mban, por korrigjimi i tepërt bëri që aeroplani të anoj pothuajse vertikalisht lart, duke bërë që të humbiste mbështetjen dhe më pas të rrëzohej. Disa minuta më vonë, Boeing A310 u rrëzua në malet Kuznetsk-Alatau me një shpejtësi prej 257 km/h. Asnjë nga 75 personat në bord nuk mbijetoi. Gabimi që asnjë linjë ajrore nuk donte ta mbante mend. Fillimisht, Aeroflot u përpoq të ambulonte incidentin duke mohuar se pilotët kishin lejuar fëmijët e tyre të hynin në kabinën e pilotit, por kur u publikua audioklipi, e vërteta nuk mund të fshihej më. Rrëzimi i fluturimit 593 u bë një shembull për shkollat e fluturimit në gjithë botën. Nuk mëson se si të fluturosh, por si të mos harrosh kurrë se kush është në kabinën e pilotit.